E pra të dashur miqtë e mi, ndoshta në fakt nuk më prisni në këtë orë, por ja që do të komentoj pak Big Brotherin, ngjarjet që kanë ndodhur, lëvizjet që ndodhen, dinamika që ndodhen, në fakt na kanë mahnitur dhe befasuar të gjithëve. Çfarë ndodhi sonte? Apo më konkretisht çfarë ndodhi sot? Tani fol sa të duash, analizo sa të duash, jep komente sa të duash, vëllau i madh është i paparashikueshëm. Lëvizjet e fundit të lënë të kuptosh, sepse unë dua gjithmonë të jemi sinqert me publikun, të lënë të kuptosh që kjo është një skenar. Dhe realisht mund të jetë një skenar, sepse në fund të ditës formate të këtilla do krijojnë gjithçka për të fituar vëmendjen. Do të thënë këto formate mbijetojnë nga vëmendja e publikut. Dhe realisht sot lëvizja që bëri Kristi arriti që të merr vëmendjen e publikut të plot. Kristi, pas debatit që pati me Miri, një debat shumë i nxehtë, në fakt kanë qenë ditët të arta të Kristit këto, unë kështu do t'i quaj, sepse ka bërë shumë debate, ka bërë shumë diskutime, ka dalë nga vetja, ka gjuajtur me ujë, gjë e cila në fakt nuk është pritur mirë as nga opinionistët, që çuditërisht, me thënë, opinionistët nuk e komentuan sonte fare Kristin. As nuk e folën lojën e Kristit, as nuk e komentuan se çfarë ka bërë, as nuk e komentuan se si mund t'jetë ndier ai që ka kërkuar që të del. Do të thënë vetëm Ledioni kishte të drejtën për të komentuar gjën dhe për të analizuar apo për ta quajtur një lojë të ripërsëritur. Në fakt më lën shumë të mendoj, por le ta quajmë sikur ka qenë një gjë e cila është ndier nga Kristi dhe është bërë në momentin kur Kristi është ndier i mbushur shpirtërisht dhe ka dashur që të largohet nga ajo shtëpi. Tani, logjika e Kristit, nga që mendon shumë, logjikon tepër, mund t'i ketë dhënë vetes një përgjigje që me veprime që kam bërë unë, jashtë kam dalë shumë keq, komentohem jashtë shumë keq, ose ka dhe një gjë tjetër në këtë mes, që Kristi e ka ditë ndoshta që do të bie në oborin e televizionit Top Channel, edhe ka thënë të bëj një mekanizëm. Mendoj që jam këtu banori më i fort, por thjesht të provoj veten. Në qoftë se unë jam banori më i fort, produksioni nuk do të më nxjerr, do të më mbaj brenda në shtëpi sepse ka interes. Në qoftë se unë jam banori i dobët, nuk jam produktiv, nuk sill klikime, nuk bëj lojë, atëherë produksioni mua do më largon dhe do më hiqet e drejta që të shkoj dhe në studio dhe gjithçka. Do të thënë, unë e shoh Kristin sikur e ka logjikuar shumë këtë pjesën të këtij veprimi që ka bërë. Dhe këtu Kristi e dëshmoi edhe një herë që është shumë i zgjuar, është shumë i talentuar, saqë arriti domethënë të kuptoj dhe informacionin e plot nga jashtë që Kristi realisht në këtë lojë është një farë lloj fenomeni. Tani çfarë po ndodh? E para një herë rikthimi i Kristit diheshti që do të bëhet, pa marrë parasysh si do të votonte publiku, produksioni nuk do ta nxjerrën një banor kaq të rëndësishëm, një banor që krijon debate, që krijon diskutime, që krijon lojra, që krijon dinamika brenda kësaj shtëpie. Ajo që në fakt mua më ra shumë në sy, ishte fakti që Miri dhe Rogerti, të cilët e duar trokitën daljen e Kristit, të cilët e quajtën veten të fortë brenda në lojë që nxorën Kristin, nuk dolën fare lojtar. Do me thënë, dolën të dështuar nga logjika e tyre. Dhe mendoj tani, rihyrja e Kristit, edhe pse në fakt edhe Rogerti dhe Miri nuk e pritën fare mirë, e pritën me shumë urrejtje, e pritën me shumë inat, e pritën me shumë lef, do të acaroj edhe më tepër situatën. Do me thënë, këto të dy tani do të kenë fokusin te Kristi, që t'ja rëndojnë edhe më shumë lojën brenda në Big Brother. A do të ketë fuqin tani Kristi për të përballuar këtë lojën brenda kësaj shtëpie? A do të ketë fuqin tani Kristi për t'i shkatruar këto grupet, le të themi, që janë krijuar? Kjo do të mbetet për t'u parë. Sepse Kristi tani, në qoftë se 56 ditë
ka qenë i rënduar, ka qenë në qendër të vëmendjes, ka logjikuar, ka lodh trunin, ka menduar për të bërë strategjinë, tani duhet lodhën trunin edhe 3 herë se si ta duron Rogertin, që do me thënë e ka lojën me ofendime, e ka lojën me denigrime, do me thënë të prek aty ku të djeg më shumë, dhe se si do ta duron mirin, që miri do ta provokon nga mëngjesi deri në darkë, sepse qëllimi i atyre të dyve është që të largojnë banorin më të fortë për të fituar vetë. Unë mendoj që Kristi nuk e ka të lehtë, Kristi tani e ka më të vështirën, do me thënë tani ka hyrë në atë rrugën më të rëndë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Besoj që loja është kthyer shumë në personale, nuk mund t'i themi më lojë, do me thënë situatat që ndodhin janë situata personale të cilat jam i bindur duke u bazuar dhe në Big Brotherat e tjerë do ndiqen edhe jashtë shtëpisë, do me thënë urrëtiet, inatet, mllefet, xhelozit që do të krijohen, do të ndiqen edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit dhe do të komentohen shumë edhe jashtë shtëpisë, edhe nga vetë banorët që ma merr mendja nuk do pinë kur kafe më me njëri tjetrin. Do me thënë Kristi thjesht e faktorizoi veten aq shumë brenda lojës, sa që të gjithë vëmendjen e banorëve e ka vënë pikërisht tek ai. Rogerti filloi qësonte, por në fakt nuk e nisi qartë, sepse Ledioni e pash që nuk ja dha fjalën disa herë kur Rogerti dëshironte ta merr fjalën, sepse normalisht Ledioni tani nuk do nxjerr zezat e produksionit. Mendoj që Kristi tani do luan, do futet në lojë, edhe pse ka hyrë qësonte në fakt, edhe me mirin, do provokohet nga banorët, do tensionohen situatat, nuk ma merr mendja më që do të del në atë gjendje që do të lagën me ujë, do gjuan me ujë, do gjuan me gota, do me thënë nuk ma merr mendja më që do t'jetë në atë nivel, por thjesht do t'jetë banori i cili do të ketë dinamikat më të zjarta dhe diskutimet më të zjarta. Do me thënë nuk do t'jetë më ai Kristi i qetë që rinte i ulur në përcepat e shtëpisë edhe që po logjikonte, që po mendonte, që po studionte lëndë. Do me thënë ky Kristi më, me sa unë e kuptoj, ka vdek. Do me thënë po linde një Krist i ri, një Krist i cili në këtë shtëpi duhet tani me patjetër që të bëj namin se e para një herë, në qoftë se ka edhe një tjetër dinamik që Kristi do bën vepra të këtilla, publiku nuk do ta voton më, do me thënë do të penalizohet direkt nga loja. Nuk ma merr mendja më që do të ketë lëshime nga vllau i madh që Kristi të kthehet pa marrë parasysh sa klikime të ketë, duke u bazuar te Casey që kishte goxha shumë klikime dhe interes, por produksioni e nxori në momentin kur ndoshta më së shumti i duhesh te Casey në atë shtëpi, ndërsa Kristi tani do logjikon vetëm për të qenë fitues. Okej. Një lëvizje interesante nga Kristi, në qoftë se nuk do të bështe kjo lëvizje, nuk do të kishte klikime, banorët do të ishin në gjumë, nuk duhet paragjykojmë, luftohet dhe jetohet në këtë format vetëm për klikime dhe për të marrë shikueshmëri. Domethënë ky është qëllimi i këtij formatit. Dua të marr mendimin tuaj për të gjithë gjën që ndodhi sonte në këtë prem.